Mesmira qytetarëve të Shkodrës që lëvizin nëpër rrugët e zhurmshme të qytetit janë shfaqur këtë ditë edhe mjaft njerëz me aftësi të kufizuara, të cilët lëvizin me ndihmën e karrocave vetlëvizëse të luluara nga shoqata dhe dorë. Për vite të tëra ata kanë qëndruar brenda shtëpive për shkak të pamundësisë për të lëvizur. Qothere Kalemi thosë se karrocat vetlëvizëse të luluara nga shoqata dhe dorë tashmë kanë ndryshuar edhe jetën e tyre. Jeta është e bukur dhe njeriu duhet ta shijojnë ashtu siç i vjen. Po kur je me aftësi të kufizume, ka vështirë me jetu. Mi po unë kam pas disa vjetë e me hallet e mia të plota, duke jetu e vetmume, e kam pas të vështirë me më shërby dikush, mi po me nimen e shoqas dhe dorë, na dha një nimes shumë të madhe, duke na dhënë këto motorra që na ka lehtësuar shumë jetën. Janë të ndryshme historitë e jetës së njerëzve me aftësi të kufizuara, por ata që kanë mundur të hypin në karrocat vetlëvizëse tani i bashkon dëshira për të integruar në jetën e përditshme dhe për ta shijuar atë. Sa kam kërë pa marr karrocën nga në shtëpi. E dihet se para duhet nuk mundem të nxjerr kush jashtë.